Kanë mbetur edhe 5 ditë afat për mandatarin e VV-s Glauko Njufca për të formuar qeverinë e re. Ai po përpiqet të sigurojë 61 vota, ndërsa aktualisht i ka 48 votat e VV-s, kështu që i mungojnë edhe 13 të tjera. Por partitë opozitare PDK, LDK dhe AAK kanë deklaruar haptazisht se nuk do të votojnë Konjufcën dhe kërkojnë që vendi të shkojë sa më parë në zgjedhje. Lidhur me këtë, analisti politik Shemse Jashari për televizionin ton thotë se nuk ekziston asnjë shans real që Konjufca të arrijë të formojë qeverinë e re. Ai thekson se nuk ka shumicë parlamentare dhe asnjë parti opozitare nuk do t'jap vot për VV-n. Asnjë deputet nuk rrezikon karrierën për një qeveri që nuk do të zgjasë vetëm 3-4 muaj. S'ka mbështetje ndërkombëtare për një qeveri të re brenda këtij mandati. Dhe se mandatimi i Konjufcës shihet vetëm si veprim formal, jo tentim real për qeveri. Kështu ka konstatuar Shemse Jashari. Situata politike mbetet e bllokuar, ndërsa afati po afron.